Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur këtu në Okult Ezoterizëm, si çdo të mërkur në orën 19:30 ne takohemi për të diskutuar tematika të ndryshme me pikpamje ezoterike, filozofike, psikologjike, por edhe pak shkencore, pse jo. Mua gjithmonë më ka pëlqyer që të kem një mix midis këtyre të trejave, ku të kem një bashkim të psikologjisë, shkencës, por edhe asaj shpirtërores. Përse? Sepse të treja këto nuk bëjnë asgjë më shumë se sa i japin madhështi krijimit hyjnores. Po ta mendosh, nuk bëjnë ndonjë diferencë nga njëra tjetra sepse në thelb e shohin të njëjtën gjë në pikpamje të ndryshme. Për shembull, shkenca përpiqet ta vërtetoj ose të kërkoj vërtetësinë e hyjnores nëpërmjet gjërave të matshme ose nëpërmjet mekanizmave të makrokozmosit ose mikrokozmosit. E njëjta gjë bën edhe psikologjia, përpiqet të konceptoj një gjë ose një fenomen i cili mund të jetë i dukshëm ose i padukshëm në bazë të logjikës dhe ta kuptoj atë duke i dhënë prap një vërtetim hyjnores. Akoma më shumë edhe shpirtërorja bën po të njëjtën gjë duke i dhënë kuptimin më të madh hyjnores ose të vërtetës ose asaj që krijuesi ose arkitekti i madh ka krijuar. Në javën që shkoi bëra në Instagramin tim Ezoterizëm një pyetësor se çfarë tema do të dëshironit që ne të sjellim këtu. Ishte një pyetje e shkurtër me kuptime shumë për të marrë sa më shumë pikpamje nga anët e juaja dhe unë kam arritur të përzgjedh një nga ato temat për të cilën sot do të flasim, ku titullohet Dimensionet paralele, aty ku shkenca takon ezoterizmin. Jo më kot kam menduar ta quaj kështu sepse në të vërtetë shkenca nuk bën asgjë veçse i afrohet asaj që është thënë më përpara, asaj që ka folur më përpara, asaj që ka treguar më përpara. Një shprehje e vjetër dhe e bukur tregon se asgjë nuk është e re, por janë vetëm njerëzit e rinj që bëjnë ose përsëritin veprimet e vjetra dhe kështu bëhet historia. Sot do të flasim pak për dimensionet paralele. Me siguri keni parë filma të cilat flasin për këto dimensionet paralele, por çfarë janë në thelb dimensionet paralele? Dimensionet paralele kanë të bëjnë me realitete të tjera të cilat mbartin në vetvete një dimension, një version tonin në dimensionin e tyre. Duke marrë këtu mekanikën kuantike e cila është njëkohësisht e vetmja shkencë që arrin të vërtetoj që në miniatur ose në atë makrokozmosin një trup mund të gjendet në dy vende në të njëjtën kohë. Mendohet për një teori para se unë të futem në dimensionet paralele ose ato që ne i njohim realitetet e ndryshme, por që mbartin versionet tona të brendshme, ka të bëjë me teorinë e Big Bangut. Për shembull, mendohet që mund të kenë ndodhur shumë Big Bange të ndryshme. Dhe çfarë është universi? Universi është teoria e babullit, që do të thotë është një fluskë e cila mbart të gjitha këto gjëra, dhe pastaj është një fluskë tjetër ngjitur që mbart po një botë tjetër, po një galaksi tjetër, po gjithë ato planetet të tjera në një lloj forme tjetër, dhe kështu është pafundësi me fluska ku mbartin brenda realitete të ndryshme. Kjo është në pikpamjen e makrokozmosit, në pikpamjen e madhe, ndërsa në mikrokozmos mendohet që brenda këtyre realiteteve ka realitete të tjera të cilat është jeta jonë dhe ka të bëjë me mënyrën se si ne zgjedhim të veprojmë, edhe duke zgjedhur ne krijojmë një jetë.
Disa shembuj në jetën e përditshme që unë do të rekomandoja që ti kuptonit më mirë është të shihni një fletore. Shikojeni me detaj se sa bukur janë të radhitura ose të vendosura fletët një me një dhe afër njëra tjetrës. Mendoni që çdo fletë është një dimension paralel i një dimensioni tjetër dhe kështu janë dimensionet të vendosura me njëri tjetrin, por asnjëherë nuk takohen me njëri tjetrin. Pjesa tjetër mund të marrim stacionin e trenit, për shembull, nëse ti në një vend të caktuar merr ipën në tren dhe në një botë tjetër je po i njëjti ti po në të njëjtin vend, por nuk e arrin dot trenin dhe të ndodh një seri tjetër ngjarjesh, ndërkohë në realitetin e më përparshëm të ndodh një rrjedh tjetër ngjarjesh dhe kjo ka të bëjë me shembullin më të mirë të dimensioneve paralele. E njëjta gjë mund të them edhe me radion, ku radioja në thelb ka të bëjë me frekuencat. Frekuencat janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, por nuk janë të njëjta me njëra tjetrën. E njëjta gjë funksionon edhe me dimensionet paralele. I kam marrë këto shembuj që ne ta thjeshtojmë sa më shumë mënyrën e konceptit mbi dimensionet paralele. Pavarësisht se këto funksionojnë në makrokozmos dhe në mikrokozmos. Në makrokozmos e kemi më të vështirë ta konceptojmë, ndërsa në mikrokozmos i kanë faktuar por në gjëra shumë më të himta nga jeta jone e përditshme. Ekziston një teori ku në atë teori flitet për dimensionet paralele dhe kjo quhet teoria e stringjeve. Nuk e di se kush e ka parë serialin me Lokin, atë që udhëton në kohë, ku një autoritet që është ruajtësi i kohës mbart këto kontrollet për njerëzit që arrin të ndryshojnë dimensionet dhe realitetet nëpërmjet metodave dhe pajisjeve që ata kanë, ku ata quhen autoriteti i kohës dhe aty tregojnë një shembull shumë i mirë se si në fund Loki merr në dorë teorinë e stringjeve. Stringjet mendohet të jenë disa fije realiteti ku ti në çdo fije ke një version dhe një jetë të ndryshme nga versioni tjetër. Nëse unë këtu po bëj podcastin në një botë tjetër identike si kjo, por me ligje dhe njerëz të tjerë, të njëjtë nga pamja, por me botë kuptime të ndryshme, unë mund të kem një jetë tjetër ku mund të jem doktor, mund të jem një njeri që shpërndan gazeta, ose mund të ekzistoj dhe në ndonjë version tjetër, si për shembull mund të jem shkencëtar ose mund të jem gazetar, gjë që nuk ka lidhje fare me këtë që unë po bëj në dimensionin aktualisht ku jam. Kjo teori u zbulua në vitin 1968 për të shpjeguar forcat bërthamore, por me kalimin e viteve, sidomos në vitin 1984, u rikonceptua si teori dhe donte që t'i bashkoheshe asaj ose të krijonte atë që një teoria e gjithçkaje. Në thelb nga ana shkencore, teoria e stringjeve ka si qëllim që t'i tregoj atyre që studionin këtë teori se grimcat si elektronet, atomet, kuarket, fotonet nuk janë grimca. Për shembull, ne na është thënë në shkencë që fotoni është një grimcë që është bosh brenda, po transmeton dritën. Dhe në të vërtetë, teoria e stringjeve thotë se nuk është grimcë, por janë fije. Janë fije që ingjasojnë një vegle muzikore kur teksa punon me një violin, ato frekuencat që dalin në formën e valzimit dhe janë fije shumë të vogla të cilat mbartin një vibrim dhe një energji të caktuar. Gjë që për këtë kthehemi prapë te ezoterizmi, ku ky Balioni thot në librin e tij se çdo gjë është vibrim dhe gjithçka tundet, gjithçka përkulet. Pra, shkenca në një lloj forme duke evoluar takon ezoterizmin. Një tjetër teori që mori bum pas
kësaj teorie të stringjeve të vitit 1984 që kjo nuk lindi nga një person fizik, por nga shumë mendje të asaj kohe që merreshin me shkencë, me mekanikën kuantike, se në thelb shkenca është vetëm studim i mirëfillt dhe duke bërë prova, duke faktuar ato që ti studion. Lindi një teori tjetër nga Edward Whiten në vitin 1995. Eduardi është një nga mendjet më të mëdha të fizikës moderne, ku sot mban emrin Einstein i kohëve moderne, dhe aty ky tregon për këtë teori dhe e ka quajtur teoria M për të vetmin fakt se të gjitha versionet e teorisë së stringjeve ky i bashkon dhe i shton dhe një dimension tjetër dhe e quan këtë teori që kjo ka të bëjë me 11 dimensione. Thot janë 10 hapësinor, do me thënë që ne nuk shkojmë fizikisht, por shkojmë në forma të tjera, dhe një është ajo e perceptimit të kohës. Pra ne jetojmë në një membranë, thot 3D, që noton në një hapësirë të madhe, e cila përmban edhe brend, se këto fjalët unë i kam marrë fiks sepse nuk kam dashur t'i harroj dhe po ja u transmetoj dhe ju, e cila përmban edhe membrana të tjera, do me thënë universitet të tjera më vete. Këto 11 dimensione në thelb, strukturat të padukshme të realitetit, janë të mbushura me energji, vetdije dhe ligje të ndryshme të natyrës nga ajo që ne njohim. Ai tregoi për matematikën shumë dhe ka shprehur gjithmonë një tërheqje të jashtëzakonshme për ezoterizmin. Ezoterizmi nuk është kur një kundërshtar i shkencës, por është një gjuhë e vjetër me shumë mjete, simbole dhe një mister shumë të madh që njerëzit duhet të punojnë për këtë. Unë do të ndalem pak tek disa filma të cilat dua t'ja u sugjeroj për të konceptuar një realitet më të mirë për dimensionet paralele. Një nga filmat më të bukur që ju duhet të shikoni, unë do t'ju rekomandoj, dhe quhet Dark Matter, ku tregohet për dimensionet paralele dhe versionet e njerëzve. Atje mendohet që njerëzit nuk janë vetëm këta që ne mendojmë, ose ne nuk jemi vetëm ky që ne mendojmë, por janë miliona versione të cilët bëjnë një jetë tjetër në një dimension tjetër, me një jetë tjetër me fatkeqësira dhe gëzime të tjera dhe ndryshe nga këto tonat. Por mendohet që dhe këto versione të cilat në ezoterizëm njihen ndryshe si dimensione të tjera jo fizike dhe jo ashtu si ne mendojmë. Në këtë film bëhet fjalë për një histori të një njeriu i cili arriti të evolonte në shkencë shumë dhe kupton që në majën të shkencës, ku ai kapi kulmin e zhvillimit të teorive të ndryshme, kuptoi se dimensionet paralele ekzistonin dhe ai, duke humbur në jetën e tij personin që dashuronte më së shumti, por zbuloi se në një dimension paralel, një version i tij kishte për grua femrën që ky dashuronte, ai udhëton në atë dimension për të plotësuar ëndrrën e tij, por ashtu si e kemi thënë që çdo ndryshim në dimensionet e tjera sjell një çarje të kohës në vijën ciklike të jetës, ku çdo realitet ose çdo veprim që ne bëjmë krijon realitete të tjera. Nëse unë për shembull po bëj këtë emisionin sot këtu, por nëse nuk do ta bëja këtë emisionin dhe do isha ta zem në një festë, do krijoheshe një tjetër realitet i rrjedhës time. Kështu punon versionet paralele, ose ato që njihen si dimensionet paralele. Ky film është goxha i goditur dhe ja u rekomandoj shumë ta shihni, por edhe të kërkoni për studimet e gjërave të dimensioneve paralele. Ndryshe nga ato anët e tjera në teozofi, për shembull, një nga njerëzit më të ndriçuar, do të thoja, që ka shpikur antropozofin është Rudolf Steiner,
ku ka lindur në vitin 1861 dhe vdiq në vitin 1925, mos gaboj, ose 26, po 25 më duket se ka vdekur. Ishte themeluesi i kësaj dege ku u nda nga teozofia. Për një kohë shumë të gjatë ai ka qenë krau i djathtë i Madame Elena Blavatskyt, por pastaj u nda dhe ai ka thelluar studimet nga teozofia në antropozofi, ku kuptoi dhe racat, evoluimin e racave njerëzore, ku aktualisht ai pretendon se ne jemi në racën e 5, e cila vjen nga Atlantidasit, që ishte raca e 4 dhe në racat e tjera, dhe ne jemi raca e 5 arianët, dhe pastaj i bashkangjitet në këtë rrugtim Madame Elena Blavatskit, ku në librin e saj Doktrina Sekrete, ajo në një frazë të vogël thot se mua nuk do të më njohin të gjithë, por vetëm ato mendje që janë të ndriçuara për të njohur mendjet e mëdha. Dhe mendoj që ka pasur të drejtë për këtë, sepse i ngjashmi do të tërheqë gjithmonë të ngjashmin dhe nuk mund ta njohë një njeri nga rruga Madame Elena Blavatsky në nivelet që ajo është. Ishte më saktë, por veprat e saj vazhdojnë të jetojnë akoma dhe sot, dhe këtu ka pasur të drejtë. Do të vinë edhe 2 raca të tjera, thot, që njëra prej tyre do të jetë duke filluar të ketë anën shpirtërore më të ndriçuar, por do të ketë edhe pjesë të tjera të avancuara, që po mendohet që duhet të jetë njeriu hibrid, i njohur ndryshe si Homo Deus ose njeriu Zot, që do të ketë një bashkim të njeriut human me teknologjinë ose inteligjencën artificiale ose gjërat që mund të sjellë evolucioni i kësaj industrie në teknologji. Dhe raca tjetër që do të vijë mendohet që do të jetë më avancuar dhe jo materiale ose jo materie, por do të evolojë në dimensione më të larta. Të ndalem pak te antropozofia. Antropozofia është një shkollë po e njëjta me themele dhe me baza të cilat bashkon shkencën, artin dhe shpirtëroren. Sipas antropozofisë, njeriu ka trupin fizik, eterik, astral dhe unin shpirtëror, që është ai mental, dhe këtu rrjedh ajo që ne flasim her pas here, por mendohet që janë edhe 3 trupa të tjerë të cilat kanë si qëllim që të jenë më të zhvilluar përtej këtyre trupave dhe janë më shumë për pjesën e bashkangjitjes ose të forcojnë energjinë e këtyre trupave. Janë edhe 3 trupa të tjerë, nuk po më kujtohen emrat tani, por janë pjesë të këtyre 4 trupave kryesor. Në dimensionet paralele, sipas teorisë vibrimit dhe teoria më që përshkron struktura të 11 dimensioneve, tregohet që 10 prej tyre janë dimensione jo të prekshme dhe një është hapësirë koha, domethënë. Në këto dimensione bëhet fjalë për dimensione të cilat ne nuk i prekim dot, dhe shumë bukur Kabala i quan këto dimensionet 10 sefiriotet ose portat e energjisë ynore, dhe janë shtresat të vetëdijes dhe dritës ynore, dhe sfera e 11 Kabala i quan Dat, dhe shpesh është e përjashtuar si një dimension i fshet i njohjes së menjëhershme, për të vetmen arsye se ka një analogji të fuqishme ku përkon me teorinë M, dhe tregohet që në këtë nivel shkojnë vetëm mendjet e ndritura kur arrin që të kalojnë në tranzicion. Në pjesa tjetër që dua të ndalem pak për pjesën e ndarjeve të 7 trupave që unë thash, edhe pse 4 janë kryesorë dhe ata të tjerët janë vetëm plotësimi i këtyre trupave, që ishte trupi
kazual, shpirtëror dhe ynor që janë brenda, kur ne arrim të kemi balancën e këtyre 4 trupave, zhvillohen këto 3 trupa që forcojnë këto 4 të parat dhe na japin një mundësi për të bërë ne klavojancë. Çfarë është klavojanca? Është mënyra që të shohësh dhe të perceptosh më shumë për te turmës dhe për te njerëzve normal. Në të vërtet, e vërteta në thelb nuk është e bukur, është e vështirë dhe rëndon, dhe nëse ti e mban me vete, do të rëndoj dhe shpeshherë këta që e mbajnë të vërtetën me vete, janë ata që ecin vetëm. Por duhet të kuptojmë që në ezoterizëm tani nga pikpamja ezoterike, nuk bëhet fjalë për atë që shkenca vërteton ose ka arritur të vërtetoj në mekanikën kuantike ku një trup në nivele subatomike ose atomike qëndron në 2 vende në të njëjtën kohë, por në jetën e përditshme ne jetojmë në një dimension të tretë ku jemi të mbyllur me pak fjalë dhe dimensioni 4 është hapësirë koha, ne jetojmë, më falni, në 4 dimensione, por 3 i perceptojmë dhe i kemi të prekshme që jetojmë, pavarësisht se mendja jeton në dimensionin ton të 4 që është hapësirë koha. Një tjetër gjë që ne duhet ta kuptojmë këtë se si funksionon kjo, duhet të shikoni filmin The Flash, ku një fragment i vogël tregon shumë bukur për teorinë e relativitetit, mënyrën e shpejtësisë të kohës, të dritës teksa ecim në një kohë. Çfarë do të thoja? Nëse ne arrim të vrapojmë me një shpejtësi mbi 330 km/h që është shpejtësia e dritës, ne arrim të krijojmë një çarje të hapësirë kohës dhe të kalojmë nga kjo dimension, që është dimensioni i tretë, dhe të shkojmë në dimensionin e katërt. Aty e keni shumë të pasqyruar shumë bukur dhe shumë qartë mënyrën se nga shpejtësia kur ne te kalojmë shpejtësinë e dritës, në thonjza sepse kjo nuk është e arritshme, sepse nëse ne e bëjmë atë i bie të shformohet fare materia, se është një energji shumë e shpejtë dhe sa më shpejt të ecim, ndodh ajo që thotë edhe Einsteini në teorinë e tij, trupi zmadhohet dhe fillon të rëndohet pesha për efektin e vetëm të shpejtësisë. Nëse fantazojmë, e kalojmë këtë, ne kalojmë në dimensionin e katërt dhe atje ne do të shohim degëzime të kohës dhe momente të jetës tonë, por edhe të jetëve më përpara, se ku janë ruajtur ato. Rudolf Steiner ka folur për këtë se çdo gjë që ndodh në botë nëpërmjet syve tanë ruhet në memorien tonë kozmike, thot. Ne kemi një pjesë të memories kozmike brenda vetes tonë, të cilat janë ose është më saktë truri dhe sinjalet elektrike që qarkullojnë në neurone. Këto janë ato veprime të memorjes kozmike të cilat i merr dhe i ruan në atë atma ose i njohur si shpirti, dhe nëpërmjet kësaj rruge kur ti kalon në tranzicion, shkon që ky informacion çka ke parë, dëgjuar, ruhet në memorien kozmike dhe qëndron aty në përjetësi. Disa njerëz që pretendojnë që kanë marrë informacione nga memoria kozmike ose nga akasha ose eteri, merreni si të doni. Një prej tyre ishte i madhi profeti i fjetur i njohur me këtë nofk, Edgar Cayce, ku ai pretendonte që merrte mesazhe ose shkarkonte informacion akashik nga dimensionet e ynores, ose le ta quajmë magazina e madhe ku kultivohet çdo informacion. Teksa unë ngre dorën tani dhe e ul, ky informacion në një kohë, pik, koordinat ruhet në memorien kozmike, ku është një memorie pafundme dhe aty ruhet çdo informacion. Nëse unë kam aftësinë të udhëtoj me shpejtësinë e dritës, ta çaj këtë dimension e 3 dhe të kaloj në dimension e 4 që është hapësirë koha, e njohur ndryshe si edhe imagjinata, sepse kjo ka të bëjë me alegorinë e njeriut në aspektin metafizik të mendjes,
atje unë mund ta shoh sërish veten time teksa ngrija dorën. Është një pjesë pak e thellë që ne ta konceptojmë, por megjithatë është ende e bukur ta dish të padukshmen ose të përpiqesh ta kuptosh të padukshmen duke parë gjërat e dukshme. Një tjetër pjesë që unë dua të flas pak për pjesën ezoterike, sepse shkenca vërteton ato që thotë ezoterizmi. Në anën tjetër, nëse ne do të kemi mundësinë ta konceptojmë ndryshe dimensionin paralel, do të kuptojmë se këto janë vetët tona. Ne nuk jemi një ashtu si unë e kam thënë, ne jemi shumë. Ne jemi shumë versione, ne jemi mira versione. Çdo krijim brenda vetes tonë që ne kemi, duke filluar nga 7 sistemet tona, që fillojmë sistemi skelektor, sistemi aspirator, sistemi seksual, sistemi riprodhues, se tha seksual, sistemi urinar, sistemi i zorëve, e shumë të tjerë sisteme, 2 se s'po më kujtohen tani, të gjithë. Të gjitha këto sisteme kanë inteligjencën e tyre. Nëse ju do të keni mundësinë të shikoni apo të studioni, do të kuptoni që çdo gjë ka inteligjencën e saj dhe është një shprehje shumë e bukur në panteizëm që Zoti është kudo. Po ta mendosh, është me të vërtetë kjo inteligjenca kudo. Dhe çdo qeliz ka inteligjencën e saj, çdo qeliz kujdeset për veten e saj, madje një fakt që unë do t'ju jap, nëse ne vazhdojmë të konsumojmë shumë gjëra, në ushqime, ose alkool, ose sheqer, gjë e parë ku trupi ty të fillon të flet, është duke filluar të jap probleme, duke u shëndoshur, duke të dhënë të tjera problematika të cilat ty të rëndojnë anën fizike, mentale dhe psikologjike. Pse? Sepse ne jetojmë në 4 trupa në të njëjtën kohë, pavarësisht se ne nuk i konceptojmë ato, do me thënë nuk i shohim, doja të thoja, por i konceptojmë në një lloj forme. Ne jetojmë në 4 trupa, megjithatë ne nuk i shohim këto 3 trupa dhe tjerë, shohim vetëm një, këtë fizikun, megjithatë ato ekzistojnë dhe ndërveprojnë me trupat, me njëri tjetrin, plus edhe 3 trupat e tjerë që thash, që ishte mos i gatroj kazuali, shpirtërori dhe ynori, ku kazuali ka të bëj që mbar të gjithë historinë tënde me vete, derisa e shpihet te atma dhe kalon për pjesën e rimëshërimit. Shpirtërori është ai që mbart kujtimet, memorjet, dashurinë, ndërsa ynori është ai që ne nuk e perceptojmë dot, por është ynia e pastër teksa ndodhet atje, është ajo fryma e shenjtë. Në aspektin eterik, trupi energjetik që ne kemi është ai që na bën ne të lëvizim, të funksionojmë dhe të mbrohemi nga dimensionet e tjera dhe nga ato krijesa që quhen ndryshe si entitete që jetojnë në dimensione të tjera. Kohët e fundit, nuk e dia e keni para jo, në grupi tim në Telegram, në grupi im te Instagrami në ezoterizëm, sepse Telegrami është grupi premium që ne kemi, unë kam darë një video ku njerëzit kanë filluar të komunikojnë me natyrën dhe natyra komunikon me ta. Kam hedhur një video të një goce e huaj kjo, teksa i fliste natyrës dhe natyra i reagonte duke prekur në supë. E njëjta gjë ka filluar të ndodh edhe në Shqipëri me disa njerëz që po e provojnë dhe po më japin feedback, edhe pse unë e kam provuar dhe e dija me veten time këtë, por kjo është një gjë shumë e mirë sepse ne po bëhemi të vetëdijshëm për atë energjinë, atë inteligjencën që është kudo dhe atë Zotin që është kudo. Pra ne po bëhemi të vetëdijshëm se çdo gjallës ka një intuit shumë të madhe të vetes së saj, një inteligjencë tepër të jashtëzakonshme për veten e saj. Në një lloj forme ne nuk e kuptojmë, por të gjitha gjërat vibrojnë dhe janë gjallë, të gjitha lëkunden dhe ky është parimi i polaritetit. Që ta ndani më mirë, dimensionet në ezoterizëm nuk janë të prekshme, por mund t'i prekim në forma të tjera. Është dimensioni astral, dimensioni i ëndrave,
është dimensioni i një versioni tjetër tonit. Për shembull, kur unë them se ne jemi me mira versione, shikojeni këtë në jetën tuaj të përditshme apo në shembullin praktik. Kur zihemi ose debatojmë me personin ton të dashur, qoftë kjo motra, vllai, apo bashkëshortja, apo e dashura, apo bashkëshorti, apo i dashuri, a nuk kemi një version tjetër që mbron idetë tona? Sigurisht që po. Por kur bëjmë dashuri, a kemi një version tjetër të vetes tonë? Sigurisht që po. Po kur lëndohemi, a kemi një version tjetër të vetes tonë? Sigurisht që po. Pra, ne jemi mira versione. A nuk janë këto mira versione, dimensione paralele të inteligjencës emocionale e jona, ose inteligjencës emocionale ton? A nuk është kjo ajo gjëja që ne e kemi, por nuk e kemi parë dhe nuk kemi bërë të vetëdijshëm për gjërat që ne na rrethojnë? Pse? Për shkak të sistemit. Ne ende jemi të varur nga sistemi në një lloj forme, por duke zhvilluar dhe anën shpirtërore, ne mund të kuptojmë shumë herë më shumë për botën që na rrethon dhe gjërat e tjera që ajo mbart për ne. Do t'ju zej një shembull të vogël dhe këtu shpresoj që të keni marrë esencën më të mirë të një përshkrimi mbi dimensionet paralele, sepse dimensionet paralele është fushë që nëse unë do t'ja shpjegoj tani me shkencë dhe me studimet që unë kam, i bie ta bëj këtë një javë rresht ose më shumë, duke dhënë çdo fakt që unë kam mbledhur, por unë kam bërë një përmbledhje të përgjithshme për të ngacmuar sadopak dhe për të hapur dritare të reja në ata që ndjekin rrugën e ezoterizmit, ose ato që ndjekin rrugën e ezoterizmit dhe duan të gjejnë brenda vetes tyre rrugën për tek vetja e tyre. Personi më i rëndësishëm i jetës tuaj është paqja me veten tuaj, paqja shpirtërore. Pra, ne jemi dy versione teksa flasim, jemi ky që ne mendojmë se jemi dhe një version tjetër që ne nuk e njohim ende se kush jemi, edhe pse e dim se brenda nesh është një sistem tjetër i cili nuk merr fare urdhra nga ne dhe është totalisht i pavarur nga mendimet që ne kemi për të. Megjithatë, këta të dy veprojnë në një lloj forme për t'ju dhënë juve më shumë pot kuptimin e krijimit perfekt njëshit, njeriu ose krijesa që ecën më këmbë, sepse të gjitha janë të përullura në rrafshin ton. Për informacion ta keni edhe këtë, ne jemi e vetmja krijesë që ecim me dy këmbë, kurse të gjitha krijesat e tjera janë të përullura. Rrafshi i ulët fare është rrafshi epshor, ose i njohur ndryshe në ezoterizëm si demonët, ata që nxitin epshin dhe qëndrojnë nën tokë, domethënë janë fundi. Epshet, marrëdhëniet seksuale të tepruara, egzaltimi i tepërt, frika e madhe, këto janë gjërat më të ulta që mund të bëjë njeriu, ose lumturia më e madhe që në bazë të epsheve dhe dëshirave. Dhe fillojmë, ajo është -1 dhe fillojmë nga zeroja që është toka, planeti, natyra, bimët, pastaj kalojmë tek kafshët, pastaj kalojmë tek njerëzit dhe pastaj kalojmë tek shpirtërorja ose e padukshmja, ajo që drejton jetën tonë dhe ne atë nga që nuk e kuptojmë e quajmë e po kështu është fati. Do të dalem pak tek ajo historie që sa po thash do t'ju tregoj dhe do ta mbyll. Ne i gjasojmë jetës së një peshku, ku teksa jeton brenda një lumi, mendon se kjo është jeta e tij, por papritur një dallgë e merr dhe e nxjerr atë nga ai liçeni vogël. Dhe ai arrin të konceptoj një dimension tjetër, me pemë, me male, me diell. Dhe pastaj bie prap në liçen dhe futet prap atje dhe pastaj pyet se kush ishte realiteti. Ajo që pa, apo ajo që po jeton? Këtë të bën ezoterizmi. Kur ti futesh në ezoterizëm, fillon të kuptosh se kush është realiteti, ajo që shikon apo ajo që nuk shikon dhe të drejton ty. Faleminderit dhe ishte kënaqësi që të isha dhe sot pjesë e juaja, gjithashtu dhe ju pjesë e imja, dhe
Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe mos harroni të më bëni subscribe në channelin ton Okult Ezoterizëm dhe të më ndiqni tek faqja Ezoterizëm në Instagram. Mirupafshim dhe natën e mirë. Ring,